A ka opozita sot një figurë që mund të fitojë realisht Tiranën, apo gara mbetet e mbyllur brenda mazhorancës? Jo, unë mendoj që gara është realisht një mundësi për opozitën, sepse ne duhet të jemi koshënjim që ne jemi në këtë opozita me një Tiranë në cila e ka kryetarin e saj në burg për korrupsion, kështu që Partia Socialiste nuk ka ndonjë avantazh të shtuar në këtë aspekt, ndërkohë vetë qeverisja e saj ka disa skandale dhe është gjithashtu dizavantazh për qeverisjen. Unë mendoj që në këtë rast në atë që do të ishte ideale, ose në atë që do ishte akademike ose analitike, është çdo gjë flet për opozitën. Mirë po, nuk do të thotë që meqense çdo detaj flet për opozitën, opozita mund të abuzojë dhe mund ta përdorë këtë oportunitet në mënyrë më të keqe të saj dhe të besoj që do fitojë. Jo. Nëse i bën detyrat e veta gabim opozita, absolutisht që kjo do jetë një betejë humbur e opozitës. Opozitës i rëndon fytyra e zotit Berisha, i cili është në ngrata për Shtetet e Bashkuara, në ngrata për Britaninë e Madhe, vjen nga një humbje e tmerrshme e zgjedhjeve të kaluara me 300.000 vota minus për Partinë Demokratike. Kështu që nëse arrin të bëjë një analizë, të ripreskojë leadershipin, sepse mos harrojmë ka zgjedhje për pak kohë në Partinë Demokratike. Nëse ja del të distancohet nga e kaluara, nëse bën një proces realisht respektues të parimeve demokratike për të nxjerrë një kandidat, absolutisht që i ka të gjitha shanset që opozita mund të fitojë Tiranën. Dhe është klasike. Nuk ka kuptim se si ti jeti avantazhuar ai që kandidatin e kaluar e ka në burg. Kështu që në kuptim mendoj që është e qartë, por duhet shumë punë për të konkretizuar.